Imagjino si kur ne të ishim si ky përroj në Gjirokastër dhe ata që na qeverisin brenda atij koshi të plerave. Por realiteti është shumë ndryshe. Dje u përmbyt Durrësi dhe Gjirokastra. Unë jam sot këtu ku duhet të ishte hidrovori i Durrësit, i ndërtuar me përpikmëri në vendi që do të garantonte mbledhjen e shpejtë dhe derdhjen në det të ujrave në kohë shiu. Sot hidrovori nuk ndodhet më këtu, sepse Edi Rama vendosi ta spostonte atë më tutje, për të mundësuar ndërtimin e portit të naftës dhe gazit në pronësi të Shefqet Kastratit. Hidrovori i prishte punë projektit të portit dhe prandaj u vendos që midis interesave privat të një njeriu dhe interesit publik të qindra mijëra qytetarëve të favorizojë qeti. Nuk u mjaftua vetëm e kaq, por në datën 30 dhjetor të vitit që sapo lan pas, teksa ne por mendoni për gjelin, Edi Rama firmos një VKM dhe i jep 52.000 m2 pronë të ushtrisë për vetëm €1 Shefqet Kastratit, në funksion të projektit të tij. Kështu, vendi ku duhej të ishte hidrovori, i cili do duhej të ndalonte përmbytjen e Durrësit, sot është kthyer në një pronë private të një prej njerëzve që po glabëron vendin dhe hidrovori i ri, i investuar keq me zigzake dhe si shton ekspertët jashtë parametrave teknik, është shumë më tutje në pamundësi për të kryer funksionin e tij edhe pse projekti ka glabëruar më shumë se 30 milion euro. Pra, që ta përmbledh, Durrësi do të përmbytet sa herë të ketë rebesh që Kastrati të fitoj më shumë para me firmën e Ramës. Kaq është e vërteta që e din të gjithë, por shumë pak kanë guximin ta thonë. Tani, unë do përpiloj edhe një kallëzim dhe do ta çoj në spak. Kaq mund të bëj. Ti që banon në Durrës, në Tiranë, në Gjirokastër, Shkodër e Lezhë, kudo në Shqipëri apo në diaspor, ke detyrën të flasësh, të bërtasësh, të organizohesh e të protestosh. Sepse nëse vazhdojmë të heshtim, pranojmë vjedhjen e grabitjen si ky zotëria në foto. Ata do të pasurohen e ne do të përmbytemi. Shtëpi dhe bizneset tona do t'i përpi ujë, teksa ata numërojnë miliardat. Bëje tënden, filloje duke shpërndar këtë video e vazhdoje duke organizuar e duke dalë në protest. Mos hesht më se na mori lumi.